Edi Rama, por dhe të tjerë eksponent, PS-s ka ngritur pretendimin që Shqipëria e tha diçka albatrosi për serbët në këtë rast, por që kanë ndërhyrë grekët, rusët, Vučići, serbët e tjerë. Ama nuk kanë ndërhyrja me këshilla, është rasti konkret në protest, edhe linja iraniane me thithën poshtë Izraeli. Tjerat janë në botën virtuale. Është një teori që ne presim të në argumentoni. Do të aja përgjën. Po këtë. Që kanë ndërhyrë serbët, grekët... Do të aja përgjën, po duke e nisur përgjën nga që ka tha Bushati, se më quajti mua për shembull që jam kundër protestës. Jam kundër unë. Që t'jemi qartë. Jo, që t'jemi qartë, se ka dy lloj kundërshtim. Mund t'jesh kundërshtar politik e një proteste, pra ata të kërkojnë dorëheqjen e qeverisë dhe t'i ke bindje tjera, që është një gjë, dhe unë jam tërësisht kundër se më duket një protestë e rrezikshme për kombin, për interesin ton kombëtar konkret kjo. Pra, e marr të mirëqen unë që kjo është një betejë mes të vjedhurve kundër hajdutëve. Ta marr të mirëqen si tezë komplet. Duke patjetër mos pranuar më quaj dhe fyerje madje që ne që kemi këtë lloj mendimi, s'ka njerëz gjenuin ky vend që mund ta kenë këtë lloj mendimi pa qenë mbrojtës të hajdutëve. S'po i futem asaj ta kthejmë personal. Mund ta marr të mirëqen. Jo, nuk ishte kjo. Unë nuk kategorizoj. Unë po them, kush mundohet këtë konflikt bazë të vjedhur dhe hajdut, ja çova regjis. Ta anashkaloj në ky është problem ambientalistësh, ky është problem marksistësh që s'duan kapitalizmin, ky është problem ambientalistësh që s'duan zhvillimin, ta bëjnë avokatin e hajdutëve. Pra, kalojnë temën e madhe në mini tema... Nuk kam dëgjuar të jemi sinqerë deri më sot, që thonë njeri që ata 5.000, 3.000 sa janë, të mos futemi në shifra, që kanë dalë atje në shesh, janë të grekut, apo janë të antikapitalistëve, apo janë të ambientalistëve. Nuk e kam dëgjuar këtë. Ndoshta është gabimi im ky. Ndoshta ke drejtë. Atje ka tani... Atje ke gjëra... Nëse baza... Pikërisht, prandaj të them. Nuk besoj se e kam dëgjuar këtë gjë. Ti ke një lëmsh akoma atje. Pra, unë ta marr të mirëqen ty këtë tezën që ti thua, për efekt argumentit, jo se bie dakord. Se mendoj se pak më... Po për hatër të argument ta marr të mirëqen që të është betejë e madhe e të vjedhurve përkundrejt hajdutëve. Problemi këtu qëndron se cilat janë kërkesat që ti vendos. Dhe unë të bëj një pyetje më të thjeshtë. Ti përmende projektin e Durrësit. Po ka dhe Rjoll, edhe Rjoll pati protesta dhunshme, po ka edhe incinerator, mos listoj unë gjithë ato cilat konsiderohen nga anti-qeveritarët si skandale qeverisë. Unë e kam shumë problem, shumë të vështirë, që ta kuptoj, sepse ky sentiment nuk erdhi për aeroportin e Vlorës, që në aeroportin e Vlorës ne kemi pasur po të njëjtin problem ambientalist, po të njëjtin problem antikapitalist, po të njëjtin problem çdo lloj, ta mbaroj pak, ta dëgjoj. Por vjen në një investim i cili është investimi i më i madh i huaj, është më i madh se tapi. Në vlerat e deklaruara. Jo, se kush e ka deklaruar? Në vlerat e deklaruara, ka deklaruar kompania, e ka deklaruar kompania, mashtrimi më i madh është 4 miliard euro. Dakor, mirë. Nuk ekziston në asnjë vend. Nuk ekziston, gjej një kontratë, një obligim që ata i thon shtetit shqiptar. Po bëj sfidë racionale. Sfida racionale është që një pronë që shitet për 195 milion euro nuk mundet që t'jetë investim më pak se sa 5 fish i saj. Kështu që unë po ta lë te minimumi. Mund t'jetë pastrim parash, apo tjetër punë. Jo, po një pronë e cila shitet kaq nuk mund të jetë. Po të bëj një sfidë racionale. Që do të thotë më shumë se tapi. Rëndësi ka që pse vjen kjo protestë kaq masive dhe kaq shumë llojshme për një projekt i cili është investimi më i madh i huaj që kemi pasur jo nga 2013 deri më sot. Po nga 1912 deri më sot. S'është. Po sepse rezulton që është, po them, me këtë sfidë racionale që thash, ose më kundërshton sfidën racionale. Që një shpronë e blerë për 195 milion euro, minimumi 5 fish dhe investimi. Si dyshon Spaku pastrim parash. Dhe, jo, Spaku nuk ka këtë hetim, Spaku ka hetim për pronën. Po pra, që mund tjetë pastrim parash, se nuk ka pastrim parash të dy personat të afërt e mirit Katarit. Pronën e ka shit dy personat të afërt e mirit Katarit. Të mos shmendemi dhe të banalizojmë argumentit. Kërkova një hartë nga regjia për të dalë tek teza greke. Të ape një qik një hartë që kërkova të lutem se mundet regjia, se janë nisa. Kjo është dje në mëngjes dhe mund të fute kush do të anit e marrin trafik.
Marrin trafik, kanë kohë reale, të gjitha anije që lëvizin në çdo vend të botës. Mund të futesh tani ta gjesh kollaj. Çfarë është kjo tani se si kuptoj? Në gjirin e Vlorës ti ke 5 jahte në këto dje në mëngjes. Pa aq duhet jenë dhe tani. Ç'punë bëjnë këta këtu? Vetëm në ç'punë bëjnë këta këtu pikërisht. Vetëm në Korfuz, Lefkadha, Kefalonia, Zakynthos, që janë ishuj grek të Jonit, ka diçka që mua më duket mbi 1000. Ma merrni të mirë qenë, a thuani një shifër tjetër, se thuat kështu. Mbi 1000 jahte. Tani, nëse nuk kuptohet as vizualisht ka gjë, që dëmi ekonomik që i krijohet turizmit të vendeve tona fqinje, prej një investimi... Por e nuk po themi nuk duhet investimi tani. Po ta mbarojmë. Po futëm në një... Po jemi dakord për investimin. Atje po vemi, se këtu duhet dalte të Zagrek. Çfarë na ndodhi në Zvërnec? Na ndodhi që të banorët dolën për protestë. Ore po flasim... Ju jeni gjithë pas sinqert. Jeni gjithë pas sinqert. Se s'keni pyetur as Eduard Subashin, pyeteni çik për pronën e tij. Se mos është kundër zhvillimit apo pro zhvillimit. Dhe pyeteni çik se cila është historia. Pyesin mbi Nella Ballion. Pyesin Merat. Ai që u dëmtuan në protestat. Ka pretendim mbi pronë. Ai që u troj zvar atje nga banditët. Se ju jeni të pasinqert në gazetarin tuaj, po e them edhe një herë, sepse nuk pyesni ata se gazetarin tonë i dashur deputet. Shohim njerëzit që janë mbledhur të banorët i pasinqert janë këta këtu. I pasinqert tu zoti Ylli. Që fut një hartë që se di se ç'është. Po futut e marrin trafik. Ai nuk mund ta fusi këtë. Po ka të drejtë të bëj luftën e vet këtu mo. Po futu mo të marrin trafik tani mo. Po futu live mo Ylli, të marrin trafik.com. Ore e futi, po se dinja se pse e kishte. Po ti mbyllim kufit o Ylli, ti mbyllim kufit. Sa ndodhi? Sa ndodhi? Përveç sa doli minoriteti grek në Zvërnec dhe në Nart më njëherë. Për një protestë që banorët nuk e nisën për këtë, po se nisën as për atë që thoni ju, e nisën për pronën e tyre. Përveç se na doli një qarja manlik në mediat greke se si do humbiste turizmin në Korfuz dhe në Kefalonia, po të them që janë hapur mbi 1000 IP, fake accounts, të cilat në mënyrë agresive, po pompojnë, që... Por edhe Arlin Qori është për investimin, po do regula, thotë? Po mirë grekët, po në komplot janë dhe Amerikanët, mediat Amerikane që bëjnë New York Times, Mother Johnson e Soros, të jetë kërkesa për mos pas investimin e huaj. Nëse s'do ishte kjo kërkesa e parë, unë do ndryshoja qëndrim se do isha kundërshtar politik i kërkesës. Ama sot ti nuk ke atë që thua ti, të vjedhurit versus ajdutët. Ti ke që kërkesa e parë e protestës është të mos vinë lekët për fëmijët e tu dhe në mitë. Këta që kanë dominojnë në për media, kanë marrë edhe dominimin e emisionit tëmë. Kështu që të flasim barazisht, kjo garanci. Flasim barazisht. Meru me argumentor. Flasim barazisht. Edhe flasim... Askush nuk u për sulmon investimin. Jo, dakord, priti sekund. Arlindi o kundër investimit dhe ka fondit. Jo, unë e sulmoj, është mashtrimaj. Mashtrimaj. A i sësh investima, është mashtrimaj. Si pas atyre që akuzojnë frymën e protestës dhe protestusit, këtu ka një komplot që ka përfshirë gjysmën e globit. Shqyqyr që doli dhe Serbia se u bëra merat, se thash vetëm Greqia, Turqia, Irani, Soros, alienët, komunistët...